Kemi të ftuar për një intervistë publicistin e njohur Veton Suroj. Zoti Suroj, mirë mbrëma, mirë se erdhët në Ditar. Mirë mbrëma, mirësi zë. Së pari një reagim tuaj lidhur me formulimin e neneve të cilat nuk u lejuan të ndryshohen në Parlamentin e Kosovës. Ç'do të thotë kjo? Çuditërisht këto nene e kanë origjinën shumë më herët, e kanë në kohën e Miloševićit dhe u sajuan në Parlamentin Serb gjatë kohës së Miloševićit. Dhe njëra prej viktimave të këtyre neneve ka qenë koha ditore në vitin 99 dhe mbrojtësi i atërshëm i kohës ditore Bajram Kedmendi Ndjeri, i cili u ekzekutua vetëm disa ditë pasi që kishte mbrojtur në gjyq kohën ditore nga këto nene. Pas kaq vjetësh ripërsëritet një mentalitet i këtil totalitar dhe ky është shembull i zaptimit të shtetit apo të legjitimimit të zaptimit të shtetit nga ana e një parlamenti jo përgjegjës, një parlamenti i cili tregon në mas të madhe një tendencë nga shkeljet e derive dhe drejtave të njerëzit. Çfarë do të sillte dorëheqja e zëvendës kryeministrit Kuçi për qeverinë Haradinaj? Për qeverinë e zotit Taçi, më fal. Nuk mund të komentoj tash se si do të zhvillohet brenda, por ky ka qenë një akt moral i zotit Kuçi. Do të kishte qenë më mirë sikur nga Ministria e Drejtësisë mos kishte dalë një draft i këtij i ligjit, sidoqoftë zoti Kuçi tregoi ndershmëri dhe mbajti fjalën për sa i përket korrigjimit të gamimit thelbëtar. Të ndalemi pak tek situata në veri të Kosovës kur janë shënuar incidente të reja gjatë javëve të fundit. Janë shtuar zërat ndërkohë që bisedimet për veriun e Kosovës duhet të jenë të një shkallë të veçantë. Si shikoni ju këto bisedime? A duhet të jenë ato pjesë e këtyre negociatave të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian ndërmjet Kosovës e Serbisë, apo duhet të jenë ato një formë tjetër bisedimesh? Bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë duhet të marrin një trajt të procesit normalizimit të marrëdhënieve. Qeveria e Kosovës ka bërë një dëmtim të interesit shtetëror të Kosovës duke u futur në bisedimet të papërgatitura në 2 vitet e kaluara, duke dhënë koncesione të krejtësisht panevojshme, duke dëmtuar edhe pavarësinë e vendit. Rrjedh e njëjtë mund të jetë nëse i hyhet bisedimeve pa përgatitje, pa një koncept dhe një platformë, dhe kjo qeveri e cila e ka dëmtuar interesin shtetëror në gjitha fushat tjera, edhe në ekonomi, edhe në çështje sociale, tash po shohim edhe në të drejtat e liritë e njerëzit, mund të vazhdojë edhe më tutje të dëmtojë interesat thelbësore shtetërore nëse futet në një proces negociator për veriun e vendit pa një kontekst më të pavarshëm për vendin. Pas zgjedhjeve të fundit në Serbi kemi një formacion të ri të forcave politike me Tomislav Nikolić radikalin si president të vendit. Si shikoni ju marrëdhëniet Serbi-Kosovë pas këtyre zgjedhjeve? Marrëdhëniet Serbi-Kosovë nuk kanë ndryshuar thelbësisht nga aspekti i pozicionimit të ndryshëm të forcave politike. Problemi elementar në marrëdhëniet mes Serbisë dhe Kosovës është një luftë e papërfunduar, është mungesa e njohjes reciproke, është mosnënshkrimi i një marrëveshje të mirëkuptimit dhe të paqes mes të dy shteteve. Dhe përderisa mos të ekzistojë një kontekst i tillë i marrëdhënieve, atëherë nuk është aq më rëndësishme se si do të ndryshohen elitat politike në vend, në Serbi, por pra as edhe në Kosovë, por a ekziston një disponim për t'i hyrë një projekti të këtij historik. Parlamenti i Kosovës ndërkohë sot miratoi projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me përmbylljen e fazës së mbikëqyrjes, pavarësisht së mbikëqyrjes. A mendoni ju se Kosova është gati ta mbyll këtë fazë? Po ky është një truk jo shumë i shijshëm i Bashkisë Ndërkombëtare dhe i elitave politike në vend. Nuk është e drejtë që të përmbyllet një fazë e këtill, ndërsa t'i lihet kopili i ndarjes së territorit të Kosovës, t'i lihet
pushtetit në Kosovë. Bashkia Ndërkombëtare ka pasur një obligim që të shtri funksionimin e vetë në tërë teritorin e Kosovës, që të krijoj funksionalitetin në ato pjesë ku nuk ka ekzistuar funksionaliteti. Këtë nuk e ka kryer, mund të natyrisht të ngris flamurin e fitores dhe tot e kemi kryer detyrën tonë dhe po kthehemi mbrapa në shtëpi, por ka mbetur një problem esencial i hapur dhe është krejtësisht e padrejtë, që tash ky problem t'i lihet në dorë një strukture qeverise në Kosovë, posaçërisht jo kësaj strukture qeverise, e cila është treguar krejtësisht e papërgjegjshme për problemet esenciale të vendit. Ndërkohë, Kosova mori urdhërrëfyesin për liberalizimin e vizave, ndërsa po studiohet fizibiliteti për afrimin e vendit në strukturat evropiane. Ka hyrë Kosova në një fazë të marrëdhënieve të qarta me Bashkimin Evropian? Jo, ende janë të paqarta. Këto janë sinjale të cilat i dërgohen Kosovës. Mos harroni se liberalizim të vizave kanë edhe shtetet papranuara ndërkombëtarisht, siç është Tajvani. Tajvani ka marrëdhënie të rregulluara bile edhe kontraktuale me Bashkimin Evropian, për sa i përket vizave dhe në çështje të tjera. Kosova këtë fazë ende nuk e ka mbritur bile, por është një sinjal i mirë, posaçërisht studimi i fizibilitetit, sepse jep një kornizë të matshme, të matshme nga aspekti nga kuti evropian, se si po zhvillohet Kosova. Kosova nuk mund të ecën më me raporte subjektive të pjesëtarëve të Bashkimit Evropian që gjenden në Kosovë dhe që për hir të ruajtjes së vendeve të tyre japin nota pozitive. Shkurtimisht ju lutem, pyetja e fundit, për misionin tuaj këtu në Washington këto ditë. Këtu jam ftuar nga disa miq amerikan dhe nga miq sirian të opozitës siriane. Jemi duke biseduar rreth mundësisë së përgatitjes së opozitës siriane për procesin e ardhshëm negociator dhe për ardhmërinë e Sirisë në kushtet në të cilat duhet të parashifet një ardhmëri pa presidentin Al-Assad. Ju falenderoj për intervistën.